14 na o trem gjithë fëmijë, ky ishte 4 vjeç. Ai ishte I vjeçë gjithë dësta ka qenë u më. A në morë fëmijë doli për jashtë. Projnë çadër të aja çadër, as tuk naftë, as si që të rishëm. Ju sollën çadër ushtrie për t'jetuar. Po, pa e bitë ujtë gjemrena. E ke bu vetë kësmos që ka sipër në. E jam të në proni kontenjer. Ky kontenjer ka fillu më rreth gjemresh. Pas 6 vitesh jetese në çadër dhe kontenjer, kjo familje vetëm para pak ditësh ka hyrë në shtëpinë e re të ndërtuar nga procesi I rindërtimit, por sfida nuk ka mbaruar. Tani, kjo është shtëpia që është ndërtuar? Po. Nga ndërtuesi? Po. Janë të tajtë jetë. E cila ka përfunduar kur? Ka përfundu par dje. Familja mbështetet me ndihmë sociale prej 5.000 lekësh në muaj, të cilat në fakt shkojnë menjëherë për transportin e fëmijëve për në shkollë, ndërsa bashkëshorti merr 9.000 lekë pension, të cilat duhet I shfrytëzojë për medikamente dhe për jetesën e familjes. Çfarë kërkoni? Unë ju lutem më ndihmoni, du ndihmë nga ju, me kravatë fëmijësh, me gozhinën, mobilje kravatë fëmijësh, për një kundër bufet. Që të jesh në gjendje të gatuash për familjen. Po. Kjo familje ka nevojë urgjente për mobilje, krevate fëmijësh dhe ndihma të tjera. Çdo kontribut I vogël është një dritë shprese për fëmijët që duan të rriten jashtëskamjes.